Nesër është një ditë e rëndësishme, duket e tillë atmosfera dhe klima një ditë para asaj. Shqiptarët po e një nevojën që të mbrojnë kaq vite pas një kryengritje suplime që një qëllim kishte, lirinë dhe edhe shtetin. Për ju, çdo më thënie ka dita e nesërme. Është një ditë shumë fish, nuk do të thoja 2 fish, po shumë fish e rëndësishme për neve si kombë, si një shtet i ri, për shkak se në fakt kjo është një pasqyrë jona që her pas herë na mundson me pa se ku jemi në prapavijën e historisë apo në rrjedhën e historisë si kombë dhe si popull dhe si një shtet i ri. Dhe njëkohësisht ky kremtim i këtij përvjetorit pavarësisë dhe protestat e cila është organizuar, në fakt është ajo hallka që lidh ngushtë popullin me historinë e vet. Dhe nesër protestat që do të mbahet në shenjë të mbështetjes së atyre presëve të luftës që janë në Hagë, është një tregues i mirë i pozicionit tonë si popull i cili e ka dashur lirinë, është angazhuar për këtë liri, ka dhënë bitë vet më të mirë për këtë liri, tregon edhe matutje një vazhdimsi të asaj lufte dhe sakrificës që e kemi bërë, jo vetëm këtë luftë, sepse në sakrificat si kemi ndalu asnjëherë dhe angazhimet tona për të drejtat tona dhe liritë tona, por lufta e UÇK-s ishte ajo që kulmoi me një rezultat, me një sukses të jashtëzakonshëm dhe për fat keq dikujt kjo edhe nuk i ka pëlqyer shumë. Si duket shqiptarët e Kosovës kanë armiq të fortë përreth vetes dhe kjo është arsyeja pse sot i kemi në Hagë pikërisht ata që sollën këtë vend deri te ky moment ku jemi sot, ku e gëzojmë një liri edhe unë e ti edhe fëmijët tanë, edhe presim që edhe pasardhësit tanë ta vazhdojnë të njëjtën gjë. Dhe është shumë e dhimbshme që në këtë përvjetor kur do duhej të ishin edhe ata bashkë me ne dhe të festojnë bashkë me ne pavarësinë të cilën ata i vënë ngurë themelët, ata nuk janë këtu në mesin tonë. Mirë të nështrohet çështja e drejtësisë, ne të gjithë jemi për drejtësi edhe ata vetë që janë mbrana atje kanë bërë një luftë për të sjellë një drejtësi dhe një korrektësi në raport me ligjet të cilat i kemi krijuar vetë si shtet dhe si kombë. Mirë po shihet qartë që ajo lufta e ashpër, ai angazhimi i ashpër i armiqve nuk ka përfunduar ende, ka ende një tentativë jo më me armë, por me forma tjera që ta dëmtojë procesin e ecjes përpara të shtetësisë të Kosovës. Dhe kjo mënyrë mas shumti arrihet t'i bëj dëm Kosovës duke i dënuar ata që e kanë kriju Kosovën faktikisht dhe e kanë ngrit në këmbë.